Me 10 qytetarë të tjerë janë drejtuar kadastrës përgjatë kësaj të mërkure, por pa marrë dot asnjë shërbim. Kjo për shkak se sipas informacionit ka mbritur një urdhër që derisa të ketë një vendim konkret për zhvendosjen e institucionit në zyrën e Vlorës nuk do të ketë asnjë shërbim të ofruar. Janë kthyer sërish në banesë pa patur asnjë informacion. Pavarësisht kësaj, qytetarët shprehen kundër vendimit për të larguar kadastrën nga Vlora, duke thënë se kjo gjë shton kostot dhe mundimet për ta. E din ata, nuk e di, nuk është e drejtë. Unë ja tani sa erdha, nuk asnjë gjë s'ka, është bllokuar tha, ka blok. Për momentin, për 2-3 ditë kështu. Se ju na flasëm dhe me kështu. Tani e din vetë lëvizjen e ne me alergjia, unë kam disa vite që për shtëpi jam, te Albania jam në fakt. Te Albania presëm haber, na i bie, na i kanë në atë, dhe me thënë, na i kam prerë përgjigjen. Na i kam prerë, nuk e di, vajta 2 muaj, vajta qenë prill, kam aplikuar me 12 herë, më kanë kthyer përgjigje, riparo këtë, i kemi riparuar. Neve nuk na intereson, po e shumë kosta, është e pa llogaritshme. Ne me pensionista jemi, fëmijët ku i kemi. është po pse çfarë xhiro do bëjmë, unë ka marrë me makinë, ka marrë me mete. Jemi shumë në hall, ta themi sinqerisht. Tani më tepër nuk flasëm dot, s'kemi çfarë themi, edhe u falemnderit. Po kundra jemi, ne jemi vlonjat, nuk është se jemi të ardhur edhe tani do bredhim për një hall, një problem, do vemi në Tiranë. S'ka kuptim, ne jemi të hiqen një pjesë e madhe e këtyre nga puna, se merren me të gjitha poshtërsitë, mendoj çdo të thot vetëm problemin tim, mos të zënë në gojë të tjerë. Kam 37 vjet që kam ndërtuar një shtëpi, banoj në atë shtëpi dhe këta shtëpinë time ja kanë dhënë tjetrit me letra të falsifikuara. Kam vendim prokurorie, kam 200 vendime gjykate. Ja vetëm ka gjë mendoti. Po të marrësh çfarë bën kadastra e Vlorës, ata e kanë pronën në tjetër vend, e kanë marrë, kanë hedhur mbi shtëpitë e mia. Unë kam 37 vjet, banoj në ato shtëpi, i kam bërë vetë dhe të them shtëpi, po kam 650 metra ndërtim. Po vemi do të ne jemi allergjin, vemi do të po nga të gjitha anët, se që të vesh në Tiranë do lësh punë, dreqime të birin, e shpenzimet të gjitha ku ne jemi allergjin. Ndërkohë mësohet që në kadastrën e Vlorës ka mbritur dhe një urdhër për transferimin e dosjeve të pronave nga ky institucion drejt kryeqytetit, urdhër i cili me anë të një shkrese zyrtare është kundërshtuar dhe nga vetë punonjësit e zyrës së Vlorës.